A lejohet të bëj kurban për shërimin e një cemuri? Nuk ka në Islam kurban me këtë lloj përshkrimi. Kurbanet janë adhurime të përcaktuara nga shariati në lidhje me kohën, vendin dhe shkakun. Për sa i përket kohës janë kurbanet e bajrameve, dhe që është një herë në vit kur vjen bajrami i vogël. Për sa i përket vendit janë dhuratat e Qabes dhe ato kurbanet që kryen në Mekën e Shenjtë dhe kryen gjatë gjithë vitit, sepse Meka është vendi i kurbaneve. Dhe për sa i përket shkakut dhe arsyes janë el aqiqa, dhe që është kurbani me rastin e lindjes së një fëmije. Këto janë tre kategoritë e therjeve që quhen kurbane, dhe therja e një kafshë për qëllim shërimin e një cemuri nuk bën pjesë të këto tre kategori. Por nëse ke për qëllim të therrësh një kafshë apo bagti dhe ta shpërndash mishin e saj sadaka, me qëllim që të afrohesh me të tek Allahu i Madhëruar dhe të shpresosh prej kësaj sadakaje shërimin e një cemuri, po kjo gjë lejohet me këtë lloj niyeti, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë shëroni ose kuroni cemuret tuaj me sadaka. Ama kjo lloj kafshe e therrur nuk quhet kurban, sepse kafsha e therrur me qëllim mishin është tjetër gjë, ndërsa kafsha e therrur për kurban është për qëllim derdhja e gjakut dhe flijimi. Dhe kjo kategori është tjetër nga ajo që therret për qëllim konsumimi dhe mishi. Edhe pse kurbanet pas flijimit të tyre në Islam konsumohen, ama nuk është për qëllim kryesor konsumimi i mishit, por për qëllim është flijimi dhe afrimi tek Allahu i Madhëruar me këtë lloj adhurimi. Dhe sa për dieni, në kohën e hershme kurbanet që ishin me këtë nijet, pra për të afruar tek Allahu i Madhëruar me flijime, ato nuk konsumoheshin dhe zbriste një shkreptim nga qielli, i digjte ato dhe kjo ishte shenjë pranimit të tyre. Ndërsa në Islam ka ndryshuar gjykimi, ato edhe konsumohen, por qëllimi mbetet i njëjtë. Pra, në lidhje me kurbanet qëllimi është flijimi, edhe pse ato më pas konsumohen. Ndërsa kurban për të shëruar një cemur, kështu lloj kurbani nuk ka në Islam, vetëm nëse e bën me niyet sadakaje.